Hajde qëlloni me të parë, pyetje $1 milion. 2%, cili mentalitet e ka? Thash, mentaliteti I bollëkut edhe mentaliteti I mangësisë. Mentaliteti I bollëkut thot, ka për krejt. Mos graviti, ka për krejt. Mentaliteti I mangësisë thot, s'ka më pas për ne, ushqim për nesër, gravitëm sot për sot. 2% me cilë mentalitet është? Bollëkut. 90% mentaliteti I mangësisë. Mentaliteti I bollëkut thot, toka, universi është kriju për nevojat tona. S'ka nevoj as me vjedh tokën, as me vjedh natën. S'ka nevoj as kur gjo me pa të keqe. Ka për krejt, ka për botën shtazore, ka për njeriun, ka për botën bimore, ka për krejt. Po kush duhet me kriju bollëkut? Edhe njeriu. Bollëku krijohet e trunë. A keni pa njerëzit, një masë e njerëzve, kur ullën në sofë, që ka mentalitet të mangësisë, shka pa. Tejme, ku kanë qenë me një sahan, aje që ka mentalitet të mangësisë, I mshon lukës ma shpejt. Se mos më met I uritur. A ka dikush për familjes nuk mutët. Vazhdon vetën, aje ka mentalitet të bollëkut. Mentaliteti I bollëkut është kjo. Ka për krejt koha edhe sistemi I vendos gjërat në vendin. Po duhet të pas durim. Ligji I durimit e krijon vlerën. Ligji I durimit krijon brend. Krijon kjo brend. Ligji I durimit do thotë me vrapu maratonën e jetë, jo sprintin. Këtë do në shpejt më pasu. Si është e mund. Shpejt mundet vetëm me nën tokën, po dhe nuk është shpejt, se çmimi është shumë I lartë. Duhet me pas shkallësi, aftësi. Edhe ajo është sfidë. Dhe bile ata para kohës vdesin, shkak se vazhdimisht në kufi të kapaciteteve, themi, emocionale, ku vazhdimisht janë frikë. Dhe aty duhet shkallësi, edhe aty duhet një fardoj aftësie. Do të thotë vazhdimisht duhet me kuptu se kjo rrugë e krijimit vlerave është e vërteta. Vendosni qëllimin më të lartë, me pas element moralit brenda, me pas kuptim. Edhe ju I keni me vete çdo vlerë që rrugë sipër ju e kërkoni. E kërkoni përgjigjen e duhur në momentet më të rënda. Sot derisa në takim I diskutoja domethënë unë e orientoj mendimin për shkak se në rrugë sipër paraqiten njerëz që mendojnë kështu. Mu më erdhi një ide shumë interesante dhe mirë që në biznesin ton ju dhe strukturat do t'ja shohin herë. Po s'kuj me qesë. Gjatë rrugës kom përpunu, nuk di si kom rrit deri në Ferizaj, të e mendu ide. Për shkak se duke vetë ushqy vetveten me këtë ide, vetveti u hapet njeriu dhe krijuesi e në dritë me përgjigjen e duhur në pyetjen sfiduese. Themi, për shkak se njeriu gjendet shumë shpesh në kryq. Nuk e di majtas, djathtas, prapa o përpara. 4 pyetje, keni pa atë kvizin milioner. A, B, C, D. Dush me qëllu përgjigjen. Edhe shkon me eliminime. Por nëse s'ki dije kot, po ki moment ku ki dije, po je sfida shumë e madhe. Edhe merr përgjigjen. Merr përgjigjen në alternativë. Unë paraqit një ide shumë interesante, ta shpalosi, po ta proponoj. Nuk ju ndri krijuesi me shtigje të reja nëse nuk mendoni në mënyrë alternative, pak më ndryshe se masa. Nëse ka nevojë edhe komplet kontrast tjetër se masa. Po, do t'ju thonë,
jo normal, do të thonë, do të thotë, kërku nuk qënë kjo punë, e tjere, po prap jo do të fitoj. Ta shënë maturat, është trani, për mu është trani shumë e madhe, në bëhaq buj, për me kry shkollën e mesme. Së di që si gëzimi, hajde ajo, okej, duhet me shënu, se ajo është këthejs, pjekuria e një. Ama me u këthy vajzat e reja, në gratë 30 vjeqare, 50 vjeqare me shminka me sende, e me fustona që s'kanë kur farë kuptimi, të shpalu ma tepër, themi, elementin fizik se sa mental, e djemë ku duk si fusion 30-40 vjeqare me hargjime që i djën tjesë zakonshme, me ceremonia në dekën, për mu, për këtë kuptimin tim, është mentalitet, piknisja është e ka pushpi, jo se s'duhet me pas. Po duhet me dhonë kuptim, pse po e bënë këtë? Për shembull, kur nga lik një fëmijë, bëhen ato ceremonit, po ceremonisë nëse pyeti personin pse po bënë këtë ceremoni, nuk e di. Po e bëj babinë se kretë po e bëj. Kur e pyet pse është ajo, nuk e di. Nuk e di. Nuk mund me zirë përfundim që nëse ja pyetje, pse ndodhe? Pse? Ani për djarë, të para, të në katonin tjetër të gjë. Pse? Ato ceremoni, s'paku të mendu pak ma ndryshë. S'u me kuptu të ashtë. Ka lind, themi, nona, ka lind, është e re, ka lind, tash babina bot pa prezencën e saj, as fëmija është aty, t'ju shojnë aty muzikës, petvave. Çfarë kuptimi ka? Unë jam shumë kundër asaj, gjithmonë ku mendu ndryshe. Kom thënë mas pare, në shëndoshet, në qodën kohë, në ta merë vetë fëmija, edhe fëmija nëse ka dojë më qunë kohë, po, me krijohet, edhe bërë një ceremoni, ku knaqet kretë familja, edhe qënë porosi. Cila porosia? Se ka një jetë e re. Sa e jetë ka prind, nuk e pa, po ka gjyshin, një në sonë, anës tjetër. Pa më përshë në gjalla që në gjë. Po ka daj, teze, aq, hala, po ka ndështë vlla motër. Ha? Edhe ti i jep një njësje, praktisht i këzohësh një jetë e trej, dhe praktisht është një kapitull i ri dhe bënë ceremoni. Dhe djetë pëse u që me lujtë. Lujtë nuk e kuptojmë se lujtë. Ose dasma. 400-500 veta, me pyjtë pse e bëna këtë dasma, e tjetëri me po. Ashtë e mirë, jo, të bënë, 98% është. Ndoni pak më ndryshë. Kër me ndoni pak më ndryshë, ju i takoni, do është në shikin parë dhe lezes, po ma mirë me qenë dhe lezes, a me qenë vetëm 2-100, se sa me qenë e bardë, nëse i bardë në 98 për 100. Për shkak se, që është rruga e suksesit, nëse do një me dollë. Mentaliteti i mangësisë është kjo. Unë e shofë në qdo hapë, në komunikacion gravitet për me hy pare, në kufi, me u fut për jonash, gutën diku, e ta vjetë kohë. është hajnë i kohës, është. Ta vjetë kohë. Ta vjetë hapsirën. Hajnë është. Ai që bën ashtu është hajnë. Ai që hudh, shumë pa pastërtim, diku rrugës, njësoj është hajnë. Shkak se ta vjetë ambientin ku tjetër. Kur mendoni në alternative edhe e shprehni, andaj fillon të ndryshu shoqëria. Kështu bëhet biznesi. Mentaliteti i mangësisë është shumë i keq. Mentaliteti i mangësisë krijon rivalitet. Krijon rival, krijon kundërshtar. Unë
duhet me fitu, pa tjetër, kundër të kërën inate, brenda familjeve, mos flasim jashtë familje. Okej, hajde ta shtyjmë në seminarin në Prishtinë, kush mori pjesë prej jush? Okej. Prej ka një temë, ta është vetëm komunësi me zbërthy pak më mirë, për shkak se vazhme ishte të grup, janë 3 vute, privilegjoj më shumë se sa një ngjarje që nëse ngjarja unë s'mundem një orë 15 minuta i hu dhe ide. Se me zbërthy një ide deri në fund. Mundem, po që se janë 3 vute. është e pamundur, duhet me hut patjetër më shumë. Nëse duhet me qenë seminari 4-5 ditë, me marr pjesë çdo ditë me ka 2 sesione, për më mujt me i zbërthy temën. Si tash, janë 2 ndoshta përsëritëm shpesh në disa elemente, po jo rastisht se një temë lidhet me 5-6 tjera. Ma të 5-6 tjera dhe lidhen me 5-16 tjera. Ato 5-16 tjera lidhen me qindra tjera. Edhe njëna rënja e njënës, po, në kupton që është trungu i tjetrës, apo dega por në dega e tretës së të katërës. Prandaj, shpesh, kombinimi i temave, kur hapat një temë, prekat një temë që e kemi diskutuar ndoshta, po bote mozaiku dhe bote druri i përgjithshëm. Tash do ta ndërlidhi 2 tema. Njëra me tjetrën, sa të përaftë. Do thotë, tema 1 është ankesa dhe provojimi. A tema 2 që janë të ndërlidhur njëra me tjetrën. Dikush e shef lidhjen me njëra me të parën, dikush me të dytën, dikush me të tretën, është temën që ka pa një ekskluzive në të dielën. Ta që nuk është ekskluzive, bashkë për ata që kanë marrë pjesë në seminar. Është tema e kush të zëshëllon? Thash të është ekskluzive, po keni harru. Zinxhirja. Do ta lëm një herë. Që e kuptoni me njëra ankesa, po do ta zbërthej. Te zinxhiri art kemi nën A Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja e përvojave të mira. Edhe në B, lidhja demokratike e përvojave jo të mira. Ne njetë për jetës, prind tonë, gjyshët tonë, gjenerata farane, gjenerata masnesh, gjatë jetës kanë përvoja të mira dhe përvoja jo të mira ose përvoja të qikë. Kryesisht, njerëzit, 98% me xhelozi, me këmbërsi, me kofortësi, i mbanën në edhe krijojnë zinxhirin e përvojave jo të mira. Etash, zinxhiri i artë. Çfarë nuk kupton? Cila është lidhja e zinxhirit të artë? Zinxhiri është lidhja në mes. Zinxhiri të artë edhe përvojat e mira. Përvojat e këqija e krijojnë zinxhirin e dryshkur. Së është i artë hiç. Edhe ai zinxhir, se
në që këtu ta nuk e krijon diagramin e lidhjes në pa kufi të suksesit, po e bën çka kundërtën. Rami, kjo është. Etash. Kemi kaluar një periudhë tjetër se kemi pas përvoja të mirë. Nëse unë e marr për bazë përvojën e mirë, e kom kriju hallkën e parë zinxhir. Atë kom pas përvojë tjetër. Sfida. Në çdo përvojë ka të mira edhe të këqija. Me punin i lidhi të mira, edhe marr përvojën e mirë. Faza tjetër, momente të ndryshme, mund të ndodhë gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, gjatë orës. E marr prapë përvojën e mirë. Themi, kom përjetu fiasko se humbjen diçka. Apo kom dështu. Megjithatë edhe natë dështim ka çka? Përvojë të mirë. Dhe unë e kom marr hallkën e përvojës se çka kom bërë? Lidhjen e përvojave të mira. Lidhja e përvojave të mira e krijon çka? Zinxhirin e art. Normal, nuk shkon kjo vazhdimisht në këtë kohë, ka periudha tramjes, po prapë është lidhje e përvojës të mirë. E tash ta zbërthet. A mundet me ndodhë gjatë procesit me qenë me gjitha te në përvoja me qenë aqe keqe sa praktikisht shumë rëndë është me kontrol. Mundet. Dhe paraqitet, mes paraqitet, themi përvoj jo e mirë. Aftësia e njeriut matet me madhësinë e tejkalimit problemit. Realitet. Sa me madhë është problemi, nëse tejkaloj problemin, aq e kam peshën si karakter. Në momentin kur këto paraqitet, nëse kam aftësi, se kjo është shkputje, nëse kam aftësi me hudh përvojën e keqe, për shkak se përvoja e keqe i rëzën gjitha vizionet ose këtë vullnetin, këtë optimizmin e njëri, është deprimuese. Përvoja e keqe është i mishu në mëngjes edhe shi. Edhe shka, me njerë depresion. Koha e keqe. Edhe shka ndodhë? Themi në emocionin e pranverës, ku gjithë shka luzën, ku merë hof, ku marrë hof edhe hormonet, edhe fotosinteza, gjithë shka ndodhë në natyrë në rritje, unë realitet vi. Edhe ajo është shka, nëzitje prej jashtë. Një për reakcionin, në varet a e hudhi apo nuk e hudhi. Çka thëmë? E hudhi përvojën e keqe, nuk lejoj me ma këput si nxirën e përvojës mirë. Thëmë kështu, ka pas qenë ditë me të vërtet me shi edhe vranësira, ama më ka pas ndodhë një punë shumë e mirë. E lidhi çka? Gjatë të mirë. E gjojë të mirën e ndoni në gjarjes, ku bashku ka ra shi, unë ku më ka një. Bile, kjo shkon në ashtu perverzioni pozitiv. Nuk e mbaj mend emrin e personit, po është njëri që është shumë sukses, multimilioner, ndoshta është miliarder. Çka do të ndodhë e keqe, tërmet me ndodh aksident, themi automobilistik, ose me ndodh me rap breshër, apo kushte, domethënë ekstreme të këqija. Ai thotë kjo po ndodh për të mirën time. Thotë shoqëri gëzohet, se thotë kjo që ka ndodhur me efektin e flutrës do të vjen pozitivitet. Çka ka bëjë njëri? E ka bindjen se nxitja e jashtme nuk kanë ndiku në reagimin jo të mirë vetvetes. Kjo ndur tonë është, po ndur dikujt tjetër. Nëse i lidhim përvojat e mira, ne do të shohim plot elemente të mira të biznesit. Nëse i lidhim përvojat e këqija, do të shohim totalisht një biznes tjetër. Kemi lidhë çka? E kemi bërë lidhjen e përvojave të këqija dhe ai zinxhiri nuk është i artë. Dhe çka është më interesant? Vjen një ngjarje
edhe futet diçka e përvojës mirë, ngriteni, ama për shkak se ndjenja dominante në përvojat e këqija, po, bjen entuziazmi dhe bjen poshtë. Kjo vlen për gjithçka. Është e vetbesimi, është te intensiteti i punës, te vizioni, çfarë ka këtë shkollë. Edhe këtu nuk ka zgjidhje, kjo është rrahje e sigurt. Nuk ekziston jetë e njeriut që s'ka përvoja të mira të këqija. Varet ne cilave ju japim frymë dhe jetë. Japim frymë përvojave të këqija, atëherë. Tash përvoja keqe, zinxhiri jo krijohet përmes të ankesave dhe përvojimeve. Ankesa nuk është lidhje e përvojave të mira. Ankesa është vazhdimisht me kërku faj, gabim të tjetri, për me lehtësu shpirtin tim, për me bë vetvetes lehtë që unë jam i pasuksesshëm, kom dështu, ama fajtor është artimi. Dhe artimi ka bo, ama tash ta shohim edhe në përgojime sipër, si pas ka po, dhe me njëre shpallim njëri fajtor. Marim me çdo ankesë ju, ose pranimi i ankesës për palës tjetër, është me ndërtu zinxhirin e përvojave të këqija. S'ka sukses aty, ta dini se nuk ka sukses. Ka rramje të lirë, edhe të individit, edhe të familjes, edhe të shoqërisë. Nuk e ndini, nuk e ndihet, nuk shihet me njerë. Fatkeqësia është se shihet mas 40 vjetë. E mas 40 vjetë, nuk ka kohë me u kthye. Kur ta ktheni kokën, do thoni, unë dështova një. Ose e kundërta, kur ta kthen kokën, po ka kuptim. Se themi, thoni, bona me të vërtet vepër. Për jetës bona vepër. Këtu krijohet materia. Edhe çka është më menasim të materia? Hajde tash mos ti se do të hapëm shumë në atë filozofinë e paras. Po, materia është vetëm një nga vlerat që ekzistojnë në botë. Edhe ajo është e fundit. Nuk ka vlera parë. Problemi është se mentaliteti mangësisë e fut materien në pjedestal. Në nivelin një. Vesh kërë, sa pare ki? Kjo, në mentalitet i ferizare, sa pare ki? Ka pare, s'ka problem, është dikush. S'ka pare, është kërkush. është problem jashtëzakonisht i madh. Se vendosët nivelin numër 1. Pa para, pa elementin material, është e pamundur, ama nuk është vlera primare. Vlera primare janë tjera, ato që janë vendosur me këtë mentalitet, në mentalitetin e evolutit, edhe kështu. Ato vlera më ndaj krijojnë në banin në. A kishit me qenë të kënaqur, ju me qenë me bollok, material, me tanat mirat që mund të pas njeriu, gjenerata pas jush, gjenerata e gjeneratas pas jush, edhe këtë gjenerata të ndarmë, ato e rikthy pak më mbas, shkak se ne kemi prind të tjerë, dhe ata me ndija, dhe më kthy pak edhe mbas, apo vetëm ju me pas. Por nuk është e mundun me bo këtë veprim, në njës vetëm për biznesit supli, për parave, a këtë gjeneratën me qenë të knashme. Për shkak se diku këtu, se piknisja në këtë. Edhe kur i mlevim mirë kumulative, 200 vjetarë, me këtë metodë me ndi, edhe me këtë sistem, zinxhiritar, krijohet në mënyrë kumulative
shumë, themi një gjenerat, themi ka kriju me biznes me se 2 milioner, okej? Shtu krijon 200 milioner. Edhe në vazhdon në pa kufi, po mundona me shprej me numra, për shkak se në çdo pjesë sinxhirit ka vlerë me vlerë, ka karakter, ka moral, ka këtë elementet që mund me pas një njeri. Që në hapërin e sipër, e ka korrigju vetën, e ka korrigju rrethin më të ngushtë, e tjere, dhe është nisë prej normës, idejes dhe vizionit madh. Thash, po krijoj qendër për më ndihmu fëmijëve, dhe po bëhet qendër shumë të madhe me nam botnor, apo po nisem vetëm për interesin tim. Stisa me qartë. Do të thotë, direkt zinxhiri i art. Ne krijojmë të art apo jo të art, varësisht nga atë që e flasim dhe që e mendojmë. Ajo ka ndodhur ndonjëherë më shku mendje, s'doni më shku mendje, te keq apo praktikisht. Nuk doni. A di prak, thjesht ju shkon, ndodh. Ndodh shumë shpesh. A dini pse? Për shkak se çashtu jemi trajnuar. Rrim me nonën, themi, kryesisht ankohet. Ankesë ka, s'po di, po më vëm, shtu po më vëm që aty, po u lodha, vazhdimisht, po. E më dhe hajde, punë dhe ujë. Ajo është problem. I kemi, të mëmë, që shtu me trajnu. Ankot, si i pari që shtu i dyti, si i dyti që shtu i trete, edhe ankesa bëhet pjesë e jetës. A nuk e mendojmë se në realitet ne, shka bëjmë? Bëjmë rrasë. Nuk e lidhim përvojën e mirë. Edhe nëse na ka bërë dikush dam, s'po di, thot, nëse ta mshon dikush një shpull në orën e majtë, kthej ati faqen e djathtë. Jo shkret. Ha? Jo për re. Kjo është ekstremi, i po e ka moralin mas. Është interesante se në çdo pak naci që ndodh te ne vazhdimisht kemi shprehjen e negativitetit edhe të ankesës. Ankesa është pak kuptim më i gjerë, nuk është vetëm po ankona thjesht ankesa siç është në gramatik, po vetë mënyra e menduarit. Ashtu si ne shtrojmë temën, e shtrojmë me tregu me gisht jashtë, duke mos e pasë tre gishta po tregojnë nga ne. Edhe me marë nëzitjen prej jashtë. Edhe ajo është shëruse për momentin, ama është helmuse për gjenerat. Shtërova shpirti, të duke shtërova shpirti. Ka njerë që janë të lidhur në emën të ankesës. E thirë shokun, ullën, fillojnë po e shtërojnë shpirtin, e kanë krah për vajtë. Ama ti të shtëron shpirtin, ama e ke nëzi të ardhën. Shqivlin, i rëmi vesh, u të dalej për jështë nështë një kilometr. Dhe mundje, ama tham ish. Mendimi keq, bëj që ka bëj me e lërë. A problemi është sa ma thellë që futesh një jetë, ka plojnë dyshimet të ndryshme. Se cila moshe ka bukurin e vetë, po moshet e shtyra fillojnë më bo pak më të besueshëm në Zot. Në krijuesin, për shkak se ka kaluar shumë të kamet e pakta. Ka dikon. Ka dikun edhe është depresive. A kuptoni? Edhe du të punu pak më shumë në vetë. A i kemi të qarë. Ty qini ma të ri, hajtë se ka kohë. Po, hajtë se, thot, ankesa edhe përvojimi është element i përkohshëm, i
i shtririmit shpirtët, në realitet e robron deri në pafundësi. Unë këto i kom vërejt në jetën e përditshme, për shkak se dhe ka nana dhe ka baba, ka familje shumë të madhe. Po edhe analizat tjera, analizat sociologjike, si jam sociolog, po analizat sociologjike, shoqërore, e shoh se aty ku ka ankesa dhe përgojmë, nuk ka shku për para procesi. Ndoshta kanë hapë dhe vizit, ndoshta materialisht nuk janë keq. Mi po kur ta shef suma sumarum, krejt ligjërimet, kur them ligjërimet, krejt ajo që ndodh në atë familje, krejt ligjërimet janë regres. Nuk shkojnë për para. Janë çoroditje në veti. Çoroditje në veti. Ku nuk ka vlerat përputhshme me vlerat universale, me vlerat që edhe shkenca edhe Zoti i vlerëson. Është problem. Udhni pak më larg mendimin edhe mendoni për këto fenomene, për këto dukuri, për shkak se këto e krijojnë suksesin. Shqipëri ka njerëz që kanë shumë para, nuk janë të lumtur. Kryesisht nuk janë të lumtur. Nuk e kanë gjetë vetveten. Te Tony Robbinsi ai shpjegon shumë bukur pse themi emra eminent botës muzikës, të kinematografisë, njerëz me nam, sportista, themi që kanë popularitet botënor, kanë mbaruar shumë keq. Kanë bërë vetvrasje, ose themi shembulli i Tony Robbins të Elvis Presley, i keni dëgjuar, Elvis Presley thotë ka qenë totalisht në Presion. jo, ka qenë domethënë në ndikimin e narkotikëve. Edhe atë për me marrë pjesë në një koncept ti e ka për kry, e kanë kthjellë mirë, ka marrë një dozë, ka dalë, ka kry punë. Kur është shtyp prapë ka ra, dhe gjithë ditën kongresin liq. Do thotë, dhe në një moment caktuar praktikisht që ka shkatuar jetën e tij. S'ka mujt me mbajt popularitetin që ka pas, ai presion shumë i madh, me vlerën e brendshme shpirtërore, me norma. Për shkak se diku në fëmijëni, rini, ka pas distancë të madhe, ka pas grop të madhe, gap të madh në zhvillim e sipër. Ai njëjta i ka ndodhur Britney Houstonit, njëjta i ka ndodhur Britney Spearsit të njëjtë. Britney Spears është gjallë. Po gjallë është ama Ricardo David, i ka ndodhur Michael Jacksonit. Ju ka ndodhur shumë njerëzve me nam. Para kanë, në realitet, ata jetën e kanë totalisht. Ne shohim i admirojmë, a në realitet nuk e dim brenda çka ka. Edhe ajo është dështim total. Se vetëm materia është në rregull, prej jaktës deri në jetë hedoniste pa kufi, mirë po nuk janë të lumtur. Në botën e kinematografisë njësoj. Rrallë, ata artista dhe artiste që me vërtet janë përmbajtur normës, ata dallojnë për krejt tjerë. Keni këtë princezën e Monakos, ajo fatkeqësisht në mënyrë incidentale ka vdekur. Po ajo është themeluesja e Monakos. S'di e dini? Alberti, princi i Monakos, është djali i saj. Është artiste e Hollywoodit. Kam problem me emra. Mund ta gjeni më njëherë. Nana e princit Alberti. Ajo i ka sfidu që sot Monako me qenë principal. I ka sfidu, kënë ka sfidu, De Gaulle, diktatorën e mas luftës dytë botërore që në një farë forme ka qenë gjerani i luftës e ka kriju Francën moderne. Ka bën e princin. Nana e princit Albert në Monako. Si që? A e ka dek Grace Kelly. Po, u qëtë Grace Kelly. Grace Kelly ka dalu rrasë. Unë? Dhe princi Reina, bashkëshorti. Po, djali tyre sot e ka, është princi i Monakos. Se kur trini me te, nëse rini me te, ai ti matë energjik. 40% ka të buxhetit Francës, Monako e financën. Kretë Francën,
40%. E se dhe vëtë kështë dhe më. E nuk është bugjet si Kosovë, se më qëtë. Një person që ka dalu prej pjesës tjetër të Hollywoodit. Dallimi është shumë i madh. Do thotë, në shikim parë kanë para, ju duket se është jetë e jashtëzakonshme, jetë mondene, brenda nuk ka asgjë. Miremi vesh. Këto analize e kom bërë, kom shku, ka hyrë komba ime në jap, jo time. Edhe unë kërku vlerën. Ku qëndron vlerë? Edhe aty ku s'kom pa vlerë, kam thonë, nuk zgjatë shumë do ta humbi atë. E hub statusi, hub gjithçka. Arrin po e humb. Vetëm për shkak këtij mentaliteti. Vetëm për shkak të mentalitetit pankesës për gojim. Të mentalitetit të mangësisë. Nuk ka përkrejtë në të gravitë. Edhe aty vjen ma shkrimi, në realitet vizë vetëm qysh me mri deri të parat, duke mëse pas vizionin e qëllimit përfundimtar. Simon Sinek e kap lojën e pafundme. Loja e pafundme është kur kemi një ide që asnjëherë nuk arritet. Vazhdimisht ndjeket, po asnjëherë nuk arritet. Të themi ide që asnjëherë nuk arritet, ka pas Steve Jobs. Unë do ta ndryshoj botën. Ama ndryshimi nuk ka të ndalë. Ai ka ndryshuar botën përmes kësaj, po jo për aparatit të parë. Vazhdimisht është ndryshim e sipër. Në moment tash ku ka shku puna, në inteligjencën artificiale. Ai nuk e ka ditë, ai ka ndruar jetë, nuk ka qenë gjallë me paramendu se do të vjen kjo. Bëj diçka me u lecu njerëzve jetën. Dhe ajo është cak totalisht i paritshëm. Me gjenerata do ta kërkojnë, praktikisht është infinit. Lojë e pafundme. Loja e pafundme nuk e bën matematika sa para të fillon. Tonë të bëjmë punon me botë matematika. Kaj punës. Ata që bëjnë matematika, pyetjen e parë në intervistën sa është rroga. Edhe ai që ndëgjon atë kështë është për mua, ose ai. Me njerë, rroga. Është problem. Mundoni me mendu në mënyrë alternative, më ndryshe se masa. Të vetëm parametra që ndihmojnë me mendu asisoj. Okej? Mendoj se e përfundum, ka elemente dhe e tash e preka unë pafundësi, në vend ide, moral që asnjëherë nuk arrit, ajo pafundësi është. Edhe ajo do të thotë se vazhdimisht ne luajmë finale, edhe vazhdimisht i fitojmë finale. Shkak se kemi hudh idenë shumë larg, dhe vazhdimisht jemi në sfidën e kohës, dhe vazhdimisht luajmë finale. Dhe rezultati vazhdimisht del i mirë. Ata që nisën për qëllim vetëm material, ta dini se mund të arrijnë, por nuk do një me qenë ata, jam i sigurt. Dikush do t'jojë, vijën dhe të parat, men kam sot du më dhe une e sundoj parat. Jo, a është e pa mundë. Nuk sundohet materia me trut kufizum. Me mendim që me mentalitet të mangësis edhe me këtë kakje, themi nisja e biznesit klasik. Po, biznesi bëhet, po nuk nisi me idenë e madhe. Ideja e madhe ka, e shpreja për mes fëmijëve, me ndihmu fëmijët me nevojat posaçme. Qysh aty në mi bo jetën më të mirë. Dhe mandej fillojmë me ndërtu pikat hapët. Dhe mandej vjen deri te realizimi i kësaj, mandej vijnë parat. Zdi sa e dini, su kemë veru kur kur arriti pasuria të diku 50 bilion, 50 miliard dollar, a i dha kredit për fëmijë me nevojat posaçme në momentin kur i lindi vajza. A dini sa i ka bo për ati momentin deri tash? Edhe 300 miliard tjerë. Çoj dur. I paramendoni çfarë nivelli
i vetdijes. Po ne me që dur për 1.000 euro, kiameti bote, gjumë islamet. Ose me humë diçka. E ne më mi dhonë me qef, më për ta fali krejt. Dhe një tregim teologjik që ka ndodhë me të vërtet, në shpjegu çka do të thonë mentaliteti i bollëkut, edhe kur je në gjendje me falë atë që komplet e ke, vetëm atë që ke. Kujtoma shembullin teologjik, para saj ju tregoj për një djalë të Shkupit, sot është multimilioner, jashtë diku, e ka qenë veti dyti, e njohur njeriu. Veti dyti kur është nis ato rruga për Gjermani, themi para 20 vjetë, 25 vjetë, si i ri, pa familje, pa kurrë, është nis për Gjermani. Edhe ka pas me veti 400 marka. 400 marka janë si me pas sot një 1.000 euro, 2.000 euro. Rrugës sipër, tash ky shoku që ka qenë me te, Robaçeps, e ka dyqanin qashin e Shkupit, ai na ka shpjeguar çka ka ndodhur me person. Shkon një familjar me 3-4 fëmijë, që po ashtu kanë marrë rrugën e ikjes. Edhe shkon i thot këtij, i thot sa a mundesh më ndihmu me diçka se kemi me fëmijë pa para. Ku me ditë në rrugtim e sipër, është nis me pak ose sa ka pas. Edhe ky krejt çka ka pas, komplet në të. Krejt trap janë ndura. Ky ka ditë se ky ka vetëm çfarë shpore. Dhe thotë po shkëtu po, apo ka thonë se unë i ri, gjina këtu u hyn shumë. Sot është multimilioner. Ama atë karaktera e ka përdorur në çdo hap. Nuk ka përdorur veç atë. Cili prej nesh çon dur për asaj që ka krejt. Çka ke? Është shumë sfidë e madhe. Këta është shembull teologjik. Në objektin ku ka mbajt ders, Hazreti Ibrahim ka mbajt ders, shpesh e ka vizitu Gabrieli në krishterizëm. Gabrieli është i dërguar i Zotit që ta merr shpirtin. Offline. Ha? Chat offline. Offline, online e krejt. Merë. Edhe kjo ka vizitu shpesh. Që po ai ka marrë urdhrat prej krijuesit. Edhe viziton një ditë Hazreti Ibrahimin edhe i thot si po shkon dersi, si po shkon ligjërat, po thotë shumë mirë. Po ka njerëz, po ka xhamat, mirë është. Atëherë sa ekzistoi Islami. Kur ka ndodhur kjo, bilas krishterizmi s'ka ekzistuar. Judaizmi po. Edhe thot, mirë, po thot është një djalë, çfarë sa do të devosh? I poshtë, i pasta, thot vjen para kohës, shkon mas kohës. Ullet në rendin e parë, çfarë energjie pozitive ka? Çfarë është i mirë që mendesh? Kush është ai? Thot ky. Thot kom urdhën për 11 ditë më marr shpirtin. Dhe i vje keq edhe Gabrieli dhe Xhibril i vje shumë keq. Ibrahimit edhe ma keq. Një patak, është devotshëm ndaj Zotit, do të që është e determinuar dhe mbaron. Kalojnë ditë, vjen dita 11, ai vjen ditën e 12, ditën e 13, ditën e 15, ditën e 20, prapë është aty. Dhe ky Ibrahimi habitët mirë po, prapë e di se prapë mjeti i Zotit është diçka dhe vjen prapë muj tjetër vjen Hazreti Xhibril. Pra vjen tash ky edhe Ibrahimi e pyet thot, "A ke pason për djalin se tash po tregoj me gisht. Pason që për djalin se më në 11 ditë duhet më marr shpirtin, këtij kjo është gjallë." Thot, disa sekonda para se më marr shpirtin, thot të merr urdhën në jetë tjetër më vazhdoi të na dhënë. Qysh? Ai ka udhëtu kom gjatë për më mrit deri në atë objekt fetar, edhe është kthyer poshtë në shtëpi. Edhe rrugës ka qenë patjetër me marr ujë dhe ushqim. Ujë, një copë edhe një hurmë, nëse ke pas ke qenë i pasur vetë kohë. S'dia e dini, në atë botën ku temperaturat arrin 50 mbi 50, ata që kanë një gotë ujë janë pasur.
edhe në atë rrugtim, në atë rrugë të shkretinës, shesin ujës, dhja e dini, dalën ka vende ku shet vetëm ujë, ku gjë nuk shet tjetër. Edhe fiton prej ujë, praktikisht prej asaj. Kush ka pas ujë, një copë bukë dhe një hurë, ka qenë i pasur. Dhe ky djali ka qenë i përgatitur për rrugtim e sipër. I paraqitet një moment caktuar një person që thot jam para fundit, s'po marrim kont, praktikisht kom hongër me ditë. Edhe nëse nuk fus diçka, unë jam edhe ky çka bën. Komplet po fshallë që ka pas. Me bukë. Me ujë e krejt. A me thot jo kjo edhe ti, jo thot unë jam mirë baj qarë. Në qatë moment, disa sekonda para se me marrë shpirtin, krijuesi vazhdon edhe 60. Kjo është tregim, nuk është vetëm prallë. Keni brenda themi librave të shenjtë. Edhe keni brenda. Pse? Për shkak se ai me shpirtin e thjesht, me thjeshtësinë e shpirtit, i ka marrë çdo moment gjitha bekimet. Krijuesi e ka sfidu. Ka qenë i gatshëm me çu dorë për matjes. Ai kemi të qartë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. E tash një shembull në familjen tonë, unë e kam me ndëgjume, po me që është përcjell, unë e njoh gjyshin tim, e mbaj mend shumë mirë, me të edhe kërë pas biseda dhe ja di dhe karakterin, edhe të mirat dhe të qijat, me baba në mos të flasin, e tash e përcjellun për i gjyshit. Troket djera ta kanë në Gjakov, troket djera e Sokakut. Disa shtëpia brenda një ogori. Mramje vonë, pak para se me fillu darkë, a darkat si kanë qenë, ka hy buka, pogaqa, pitja e tjere, që ato ushqimet tradicionale. Edhe ky shkon hap tjerë. Paraqitet një njeri i veshun sipas përshkrimit të gjyshit, thjesht i veshun, po shumë rënd ja ka pa i kjallin, dhe i ka thonë në paq, në besosh në Zot, ma jep atë që e kenë furë. Furat kanë qenë me drugë para. Edhe ky shkon gjyshim, e me komplet tepsin bukën, po, edhe i thot gjyshës thot se që bën gatuj edhe një pogaç edhe një bukë. Gjyshës thot edhe gati është, edhe thot që, se kështu më ndodhi. Shkon gjyshë e ha furën buka me. E thirë gjyshin, thot, mëre njeri, thot që është dhe kjo me. Pra më doni ta kishë këthi. Aja ka qenë në mënyrë alternative të mendoni. Ka dhe ka trokit natin, ka kërkuar dhe s'prov shumë e ma. Që atë që i kim furi ka dhe. Që atë që i kim shkuat. Ne, më ardhë, jam shani shkel, të disa firë kom, hecë këshire punën. është aktuar filozofi të thella, të pamundshme, am hajt me ndoni pak ndryshe. Për gjendjen që jemi tash, ne jemi kreator, ne kemi kriju. Nuk ka për jashtë dikush më na kriju. Ajo është reagimi jonë ndaj nxitjes. Dhe këto janë elemente që ndikojnë suksesin e juaj. Kisha pas këto dije në moshën 18-20 vjeçare, rezultati kishin tjetër. Fatmirësisht ose fatkeqësisht si thosh, fatmirësisht ashtu ka qenë determinuar. Ajo po ndodh 12, 13, 14 vjet e fundit edhe mirësau është për shkak se ajo determinancë ka mundësuar që megjithatë me hap të kështu tema dieleve, premteve, në kështu ngjarje e tjerë. Tema që nuk që randi prekni ose i dëgjoni për dikujt tjetër. Jo për shkak se mendoj se dalloj prej autorëve tjerë, po për shkak se metoda ime e sublimimit ose të themi selektimit temave ka disa lloje motiveve. Disa lloje motive. Do thonë tema duhet të përputh shkencërisht, teologjikisht, me teologji, me shkencë, me elementin artistik, me elementin
filozofik, me pas mbrapa saj, me pas tregim, me vërtetu në jetën, me pas vërtetim gjatë jetës time. Themi, kur lexoj diçka dhe okej, e tash e gjena në moment që mund ka ndodhur dhe e vërteton. Me qenë e verifikueshme për autorëve të mëdhej, edhe me shti çka elementin kreativ personal brenda që të dallon, themi, prej një autori të autorit tjetër. Jo vetëm teori. Mendo mirë, do të jesh i suksesshëm. Nuk është vetëm. Është pak më thellë, ose themi autorëve që më shojnë tupanave, ka lexuar një libër ty dhe tash atë e emiton dhe mundohet me interpretu edhe me bë nam. Jo. Piknisja është pak më e thellë, më filozofike. Do të thotë zbërthimi i temave ndodh në kombinim mendimit, hyet pak më thellë, nxirret përvoja e jetës. Morali, kur them, jo vetëm morali sa i përket etikës, po morali, domethënë, cila është porosia e temës. Edhe shkojmë pak më thellë grupet. E di sa është rëndë për shoqëri, siç është shoqëria jonë, janë të rënda duken filozofi, mirë po që se i përmbahemi, do ta shihni se s'është me rëndësi lloji biznesit ose lloji aktivitetit me cilin ju do të mirëni, suksesin e keni të vulosur, lumturinë e keni të vulosur, sfidat i te kaloni ma lehtë, problemet do të jetë një, po me vetdije të qartë i te kaloni dhe kuptoni filozofinë e jetës ndryshe, edhe jetën, edhe knatësinë, edhe lumturinë, edhe te momentet e rënda, po tek e fundi edhe procesin e largimit nga kjo botë. Kretë është ajo proces që stimulon mënyrën e menduarit. Nëse kemi mënyrën e menduarit pak më të thellë, më filozofik, alternativ, ndryshe nga masa, suksesi është i pa evitueshëm. Për shkak se te pala tjetër, që është njësoj si ju, e gjeni palën tjetër, e gjeni partnerin e jetës, njësoj si ju, e gjeni shokun, shoqën, burrin, gruan, e gjeni njësoj, për shkak se të rreqni atë. Kur e gjeni atë person, atëherë dini vlerësu vlerat e vërteta që keni, pa marrë parasysh dokjes fizike. E kemi të qëtë. Vetë tërhiqen ato frekuencë. Ajo me kalon hedonizëm, materializëm, dhe më mendu se vetëm ato janë elementet të rrezë. Atë krijohet shoqëni si të vëllë. Tas po e përzi një rast, caktum do ta marrë temën e mendimit politik. Si vendoset ku i mjallon votë. Ku nis prej elementeve krejtësisht alternative, mendimit alternativ. Jo interesit direkt, personal, jo themi se kryesisht njerëzit votën e japin, po flas në region, pak përjashtim i mirë është Kosova, janë gjendje me dhënë djallit, kështu. Kosova pet mirë, nuk është, po, o në Maqedoni në Shqipëri është, edhe ka shpjegim pse është ashtu. Po mos ta ndrojmë temën. Ajo është temë që është e lidhur me leadershipin, mungesa e leadershipit, dhe pse mungon leadershipi. Ka me temën që është praktikisht prej themelimit demokracisë pis Sokratit dhe Kandeu është pak mrapsht e vendosur, edhe për atë do t'jap alternativë të menduarit që me qenë s'paku me përcjell ka nevojë për të politike dhe sistemi të organizimit, se mos rinia që bërë aktivitete politike, me qenë vetëdijshëm, me qenë të edukum politikisht, që mas pari aktivitetin që vëtë mos me vë në mënyrë të verbet, edhe me ditë cilës vlerë për japin jetë. Shumë është me rëndësie. Fatkeqësisht, kur ta mbaj atë,
do të më thoni ky qenë ka me këtë apo s'ka lidhje, s'jam me askën me. Jam me gjithë ose me kërkën. Ama unë kur ja votën unë e shoh ç'është. A nëse nuk shoh vlerë atë nuk e jap hiç për shkak se e di se me votën time kom bë nada. Dhe pa ja një temë tjetër që është e lidhur direkt me të ardhmen e juaj. Me të ardhmen e këtë njerëz. Është shumë e rëndësi ajo formë e menduar. Po atë do ta kapim një ditë tjetër. Faleminderit për vëmendje.